Të lutem, kjo është marrëzi. A mund të përgjigjem? Urdhoni. Edhe ju lutem, mos më ndërhini në fjalë. U atërrek vëmendjen e fundit. Përgjigju në pyetjet që t'i dhash. U atërrek vëmendjen e fundit. Kjo që po si kush po atërrekësh vëmendjen të lutem? Ju po bërtisni, nuk u përforcon as argumentet, nuk u përforcon as pozicionin politik, por në as atë fizik. Prandaj ju lutem më dëgjoni. Si dush për të tjerë ti bërë? Ne kemi bërë apel që për disa çështje, dhe veçanërisht për regjistrimin, sepse regjistrimi nuk është çështje partijake, është mbipartijake. Për këtë ne të dalim me qëndrime unike. Mirë, po nuk kemi hasur në mirë kuptim. Keni kërkuar ju që t'i takoni subjektet politike shqiptare? Unë kam bërë apel, kryetari jonë gjithashtu ka bërë apel, mirë, po pas atij apeli doli edhe Demokracia e Re. Ne jemi të gatshëm në çdo moment të takohemi. Këtë ua kam propozuar edhe në grupin parlamentar, që të ulen dhe të bisedojnë. Rreth çështjes së periudhës së regjistrimit, kush garanton dhe sa jemi ne të bindur që në Korrik të gjithë shqiptarët do marrin pushim. Për shembull, italianët e kanë pushimin kolektiv në muajin gusht, nuk janë në Korrik. Një numër shumë i madh, do të thonë, është shumë i madh për të gjithë ata që punojnë në Itali, do të thonë nuk do vinë pushim. Në Danimark pushimet janë më herët se Korriku. Disa vende tjera gjithashtu e kanë pas Korrikut ose para Korrikut. Do të thonë regjistrimi nuk ka lidhje me periudhën e regjistrimit, por ka lidhje me angazhimin dhe me atë që garanton ligji që secili të regjistrohet. Nuk ka lidhje me emigracionin, nuk ka lidhje me shtetësinë, sepse disa e lidhin me shtetësinë. Ligji garanton me çfarë do lloj dokumenti do mund të regjistrohesh. Dhe këtë ne e garantojmë si subjekt politik, e garantojmë si qeveri. Përgjigjo në pyetjet që i dhash konkretisht. Po përgjigja. Shtëpitë e mbyllura si do të regjistrohen ata njerëz të cilët janë për shtëpitë e mbyllura? Ata kanë antar familje. Ku e kanë ata antarin familjes? Kanë antarin ose vllaun ose djalin e aq ose. Nuk flas për një shtëpi, se unë kur do të jetë regjistrimi, dëgjom pse. Kur do të jetë regjistrimi, ndoshta edhe unë nuk do të jem shtëpi. Ndoshta shoqja jeme do të japet dhënë. Por flasim për dikush i cili është në Maqedoni. Flasim për një mohall. Ke 5 vllazën, 5 shtëpie. 3 vllazën punojnë dhe funksionojnë jashtë. 2 vllazën janë këtu. Dhe të lutem, ju në këtë ligj që e keni shkruajt, e definoni se çka është familje. Familja është ata që jetojnë në një shtëpi dhe familja ata që janë hanë më një tryes dhe ta mbaroj. Hanë më një tryes dhe i shpenzojnë paret më një familje. Por jo edhe shtëpit e fqinjve. Dhe ju e keni shkruajt në këtë ligj. Nuk është ashtu e shkruajt. Ta mbaroj, ju e keni shkruajt edhe në ligj. Çdo kush prej regjistruesve i cili do të shënoj informata të gabueshme, 5 vjet do dënohet. Çdo kush i cili do të japë informata të gabueshme, 1500 euro do dënohet. Si do t'i regjistroje fqinjët dikush, qofse në mohallën time ose në rrugën time ka 5 shtëpi të cilët janë të mbyllura? Si do t'i regjistroje dikush ata familje, ata antar të atyre familjeve të cilët asaj periudhe jetojnë dhe veprojnë jashtë? Plus, si do t'i regjistroje sipas këtij ligjit njerëzit të cilët më tepër se 1 vjet prej asaj familje jetojnë dhe punojnë jashtë shtetit? Ti për këtë çka flet? Flet vetëm nëse dikush rastësisht nuk gjendet atë ditë në shtëpi. Gjendet në Strumic ose në Shkup ose në Tetov. Për ato po, mirë po jo edhe për ata të cilët jetojnë dhe veprojnë jashtë, ashtu siç e propozoni ligji. A mund të intervenohet në ligj tani në fazën kur mund paraqiten amendamente që edhe kjo gjë të rregullohet me ligj, që e thot zoti Selmani, që nëse është vllau në shtëpi tjetër, ka të drejtë regjistroj vllaun tjetër i cili me tërë familjen është jashtë. Po kjo është e definuar në ligj, nuk ka nevojë të definohet sepse ka të drejtë. Kanë të drejtë antarët e familjes, ata janë familje, dhe ata do i regjistrojnë. Pa marrë parasysh a gjendet në Maqedoni, a gjendet jashtë vendit. Prandaj unë e theksoj disa herë që kur thuhen këto fjalë krijohet huti në opinion. Dhe me atë ne mundsojmë ose krijojmë kushte që dikush thotë, po s'mund ta regjistroj këtë, pse ti insistoj ta regjistroj? Do të thonë secili do duhet të regjistrohet. Nuk ka përjashtime. Ligji për atë bëhet regjistrimi. Nuk bëhet regjistrimi për të përjashtuar dikë. Ju lutem, regjistrimi bëhet për të regjistruar të gjithë. A ke lexuar ligjin? Po unë jam për filozofin e ligjit. Të ta lexoj kështu para ty? E di çka duhet të lexosh. Në regjistrim do të përfshihen personat që kanë vendbanim të zakonshëm Republikën e Maqedonisë e gjatë kohës së regjistrimit, por më së shumti deri në 12 muaj, 1 vit,
para realizimit të tij gjenden në punë jashtë vendit, si dhe antarët e ekonomive familjare të tyre. Më së shumë ti gjerë një vit. Çka bëjmë ata të cilët 2 vjet ose 3 vjet përpara kanë shku, ose 20 vjet dikush përpara ka shku, vinë për çdo vit këtu në Maqedoni. Është në shtetas. Zoti Selmani, nëse është dikush që 20 vjet nuk ka ardhur, unë sa e di se po nuk është këtu. Jo, nuk ka ardhur. Ligji përjashton dikush nëse ka dalë jashtë të punoje, jashtë vendit. Po. Punon para 2-3 vjetëve ka shku, dikush punon jashtë. Nëse ka më tepër se 1 vjet, ai ka ardhur brenda kohës ndoshta 10 herë. Po sipas ti neni, nuk do të mund të regjistrohet. Për arsye se përjashton. Ta lexoj edhe një herë. Pa e kam unë para vetë, s'ka nevojë. Përjashton e gjatë kohës së regjistrimit, por më së shumti deri në 12 muaj para realizimit të tij gjendet në punë thot, jashtë vendit. Në punë. Një njëjti formulim si në vitin 2002. Po lënë 2002-shën ti ke edhe një problem tjetër. Edhe një problem tjetër. S'kam probleme unë asnjë. Një problem tjetër se 2001-sha me 2011-ën gurbeti nuk është njësoj. Për arsye se atëherë shqiptar, zoti Selmani, keni statistika kanë shku nga 2001-shi deri në 2010-ën. Pi 2001-shën, veçanërisht me liberalizimin e vizave, ne gjithë jemi dëshmitar, nuk mbet antar që punon jashtë, që nuk e ka marrë pleqt me veti ose fëmit. Po ne kemi problem Karadak. Ne kemi problem Karadak, së tash paralele të formohen. Pse se u liberalizu sistemi vizave dhe ata të cilët punojshin gurbet i kanë marrë edhe pleqt, i ke pa incizimet, i ke pa në media. Jo, kam qenë edhe në teren. Ashtu që kjo është çështje shumë esenciale problematike. Mirë, po ende s'mu përgjigje, si do të regjistrohen antarët e familjeve të cilët i kanë shtëpitë e mbyllura. Shtëpitë të tëra janë të mbyllura. Si do të regjistrohen? Të gjithë do regjistrohen sepse antarët e familjes të cilët janë tek shtëpia do i regjistrojnë. Po nuk ka kurkush, shtëpia është e mbyllur. Okej. Do regjistrohen, këtë u garantojmë ne. Si Abdullah Qemademi? Jo, si subjekt politik, si qeveri dhe si institucion. Të lutem, kjo është atëherë jo vokabular dhe qëndrimi vëmëros, po ju fatkeqësisht pas ke një dill, tamam ta sakatoni popullin shqiptar dhe të punoni kundër interesave të asaj pjesës më vitale, e cila në periudhën më të vështirë kanë bajt popullin shqiptar. Tash kush punon kundër interesave shqiptare? Po jo, faktet dhe argumentet janë këtu. Ne do flasim me argumentet, do flasim për regjistrimin, edhe ju e keni lexuar ligjin, i keni para vete dhe i keni vërejtjet e juaja dhe atëse besoj se do arrim paka shumë sqarojmë disa gjëra që ekzistojnë dhe pezull edhe në opinion se çka do ndodh. Do ta bëjmë këtu pauzën e parë për reklama, kthehemi në pjesën e dytë të debatit me zotin Selmani dhe Abdullah Qemademi.